Shikues të radio televizionit të UTA, ne u rikthyem në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit. Sot në këtë mëngjes kemi nderin dhe kënaqësinë që të bëjmë një intervistë në mënyrë virtuale. Në emisionin e mëngjesit, ditë e re, kemi kënaqësinë të presim një zonjë të veçantë, e cila përmes dashurisë për gatimin dhe recetat tradicionale shqiptare ka arritur të fitojë zemrat e komunitetit dhe një çmim ndërkombëtar prestigjos. Ajo është shpallur njëra nga fitueset e Visa Everywhere Pioneers 2025, duke e bërë shembull i forcës dhe inspirimit për shumë gra. Me ne sot është kuzhinjeri apasionuar e kuzhina e Lules. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni sot me neve. Faleminderit shumë edhe për ftesë, kom kënaqësi me qenë në studio, po, në virtuale me ju. Faleminderit për ftesë. Kënaqësia është e jona. Lule, ne e dim që je apasionuar pas gatimit dhe kuzhinës, e po ashtu edhe recetave të ndryshme, mund të them edhe recetave tradicionale që nënat gjyshet tona na i kanë lanë brez pas brezi, e patjetër e dim që edhe ke edhe disa receta kështu nga ulqini që i përgadit me dashuri, sepse je mes nga ulqini. Më tregoni pak a shumë si po ndiheni që keni fituar një çmim prestigjos, mund të them tashmë për juve. Po, ndjehem shumë e lumtur edhe mirënjohëse. Ky çmim është një vlerësim i madh për punën time dhe më jep kurajo të vazhdoj edhe më shumë me më shumë pasion. Si u ndjet kur nga 30 fituesit ishe njëra edhe ti? Cili ishte ai moment gëzimi ndoshta edhe cilat ishin ato emocionet tua? Ishte një emocion i papërshkrueshëm të shohësh që një projekt i lindur nga dashuria për traditën merr vlerësim në nivel evropian është një ndjenje shumë e veçantë. Shumë e vërtet. Ne në televizionin të UTA, pavarësisht edhe këtu në emisionin e mëngjesit, kemi njërën nga rubrikat Gatuajmë së bashku. Shumë herë kemi pasur në transmetim edhe disa kuzhina nga duart e tuaja të përgatitura me aq pasion dhe dashuri. Si lindi ideja për kuzhinën e Lules? Kuzhina e Lules ka filluar në vitin 2016, kur publikuam recetën e parë të specave në turshi. Video e pati shumë shikueshmëri dhe aty kuptova që kishte një nevojë të madhe për receta tradicionale shqiptare, të ndara në mënyrë të thjeshtë dhe autentike. E cila është ajo dëshira, po çfarë ju shtyn që ju të ruani edhe recetat shqiptare, sepse tashmë ka receta të ndryshme dhe me moderne dhe të gjitha ato, por cila është ajo dëshirë që ju e keni gjithmonë për të ruajtur tradicionalen dhe recetat e gjysheve dhe nënave tona? Dashuria, kur je në gërbet, atëherë dyqysh të hapet një mall më i madh për atë dheun. Ajo është arsyeja që më ka shtyr edhe mu me rujt traditën edhe recetat e popullit ton, recetat shqiptare. Ke pasur sfida, ke pasur në këtë rrugtim, cilat kanë qenë ato dhe si ke përballuar? Sfida më e madhe ka qenë me të krijoj përmbajtjen cilësore me mjetet kuzhinës më të thjeshta që mundena mi shfrytëzu në kuzhinë tonë. Ne tanë kena mjete treja që mi përzi brumnat, me bo brumna me mjete treja, po jo mundu mi bo në mënyrë sa ma thjesht qysh i kanë punu gjyshet tona pa teknologji. Cila është ajo recetë ndoshta që ti e përgatit me shumë dashuri dhe pa pritesë, që e ke njërën nga më të dashurat
edhe nga qyteti Ulqinit, por edhe kështu receta më që janë tradicionale. Kisha thënë që flin e përgatisim ma me qef, se është një recetë autentike shqiptare, derisa prej recetave të Ulqinit, partigjanat zi me kose me hudër, qoftet me kose me hudër, që Këto atjetër janë ato më të shishmet, se apo duhet jo? dhe vetë shumë. Petlat, po ka shumë ato maqonjë, taman çmallem për Ulqin, se kom kujtime të mira në Ulqin, du Ulqinin shumë. Që kur lindi dashuria për gatimin dhe kuzhinën, keni qenë edhe pasionuar që nga mosha e vogël ndoshta, apo gjatë rrugtimit të jetës edhe si të gjithë femrat dhe gratë duhemi dhe jemi të detyruara, apo e ke pasur sikur me tepër qef dhe dëshirë? Dashuria për gatim kom pas gjithmonë, edhe si e vogël kur kom qenë, mirë po kur del në gërbet, atëherë ken nevojë atë lidhjen me atë dhe, unë kom gjetë nëpërmjet ushqimit dhe gatimit, kur gatoj ushqime të Kosovës, që unë jam me Kosovës, jam mes e Ulqinit, po ashtu, çmallem kur gatoj ushqimet Kosovës për Kosovën, çmallem për Ulqinin kur gatoj ushqime receta të Ulqinit. Unë kisha thënë që si e vogël kom pas qef me pregadit të e pëshur nonën të i gatu. Ajo ka pas një dëshirë për gatim, po ajo ka qenë pak ma ndryshe, gatimi i Ulqinit është pakës ma ndryshe se i Kosovës. Gjithmonë kur ka gatu ushqimet të Ulqinit për familjen e Kosovës, hallat e mia që i kom të Kosovës, ka qenë shumë egzotike. Edhe unë tash po mundona me bo ushqime pak të Ulqinit, pak të Kosovës. Ta përcjellni traditën, apo jo? Taman, po mundona me përcjell traditën, edhe pse edhe kuzhina tjera janë shumë të mira. Më pëlqen kuzhina japoneze, indiane, edhe ata kanë traditat shumë të mira të veta, mirë po unë mendoj që tonat janë pak më të mira. Zonja Lule, na tregoni pak a shumë se kush ka qenë mbështetësi juaj më i madh gjatë gjithë këtij rrugtimi që ju keni pasur? Bashkëshorti im ka qenë gjithmonë pranë meje, duke më ndihmuar me xhirime, teknologji, dhe më së shumti duke më dhënë besim kur më duhej më së shumti. Ajo është më e rëndësishmja. Kur ke një mbështetës dhe krah të mirë të fortë, atëherë ke edhe më shumë vullnet dhe inspirim ndoshta edhe për të punuar për atë punë që je duke bërë. Patjetër. Të ndihmon ndoshta edhe me mënyrën e realizimit të videove dhe të gjitha këtyre që ju bëni? Po, ai më ndihmon me xhirim, me realizimin e videove, krejt çka duhet në kahana teknologjisë, bashkëshorti im i kryen, edhe ajo është një ndihmës shumë e madhe për një person që si unë që kam YouTube channel. Përzini ju ndonjëherë receta të ndryshme, apo qëndroni gjithmonë tek tradicionalja shqiptare, apo provoni edhe receta të ndryshme për të përgatitur? Mundona me përgatit se kena shumë receta shqiptare që nuk i përdorim, nuk i përgatisim mu, mundona me gjetë receta shqiptare. Kuzhina ime në shtëpi këtu në diasporë, unë përgatis ushqime shqiptare, ka momente që përgatis edhe ushqime tjera, mirë po mundona me mbajt ma shumë atë tradicionale shqiptare.
Ajo është me rëndësi dhe ajo është që juve ju spikat më tepër si kuzhina e lules që njihet me receta tradicionale shqiptare. Më trego, Lule, si jenë ju si emigrante në Evropë, si ka ndikuar ky fakt në mënyrën se si e zhvilluat projektin e fundit të juajin? Po, të jetosh larga dheut, më ka dhënë të ndjem thellë rëndësinë e ruajtjes kulturës. Kjo është arsyeja pse kuzhina lules nuk është thjesht një kanal gatimi, është një urë lidhse me rënjtë tona. Ajo është arsyeja, kisha thënë që ashtu ka lindë ideja për kuzhinën e lules, thjesht të jetë një urë lidhse me rënjtë tona. Ju shpesh e theksoni dhe e thoni se recetat janë një mënyrë e mirë për të ruajtur kulturën dhe identitetin kombëtar, por çfarë mesazhi doni të përcjellni tek brezi i ri i fëmijëve, ndoshta edhe vajzave e grave në shqiptare? Mesazhi kishte qenë që të mos harrojmë se tradita është pasuri. Përmes gatimit mund të mësojmë për familjen, kulturën edhe mund të mësojmë për historinë e tyre. Në mënyrë të gjallë edhe të prekshme. Kjo kishte qenë mesazhi im, që të mos harrojnë se tradita e shqiptare është pasuri. Shumë e vërtet. Më trego pak a shumë si reagojnë të huajt kur provojnë një recet tradicionale shqiptare. I pëlqen, e kanë interesante, ndoshta edhe pyesin se si gatuhet dhe si bëhet? Shfaqin interesim ndoshta? Po, shumë besin të habitur me shijen e ushqimit ton. Shpesh thonë se nuk e kishin imagjinuar që ushqimi shqiptar është kaq i pasur, i shishëm edhe i veçantë. E kërkojnë përsëri apo jo? Po, unë kom miq të huj edhe kom qef me përgatitë edhe me ftu njerëz në shtëpi. Sa herë që t'i ftoj, kur të shkojnë thonë, kur do të na fton prapë? Po, kanë qef shumë, dhe lypin me i ftu e me i përgatitë, kanë qef ushqimin ton, posaçërisht flinë. Si është një ditë e lules e zakonshme atje ku jeton ti? Po, Lulja dhe punon ka punë që e punoj profesion. Kuzhina e lules është pasion. Kur nuk jam në punë, do thotë obligimet e shtëpisë, si krejt femnat, s'po thonë veç shqiptare, po përgjithësi, jena pak ma të kujdesshme, kujdesemi për familje, përgatisim mëngjesin, fshi, laj, hekurosi, boj sene që më pëlqejnë mu, i boj ato hobit e mia, përgatisi, zbuloj ushqime të reja, lexoj, mundona me gjetë diçka ma interesant, flas me njerëz, ves për recetat të vendeve të ndryshme. Kjo është dita ime. Shumë e bukur. Lule, ti ke nga fëmijët vajza apo djem? Unë i kom 2 djem. Inshallah i ke me jetë, ashtu themi ne këtu në Ulqen. Shfaqin ndoshta ato interesimin për të gatuar, sepse e dim se edhe gjënia mashkullore janë kuzhinjerë të mirë. Po, ke pa kuzhinjerët ma të mirë janë mashkujt. Po. Dhe bësh edhe unë gjithmonë kom mendu pse mashkujt janë kuzhinjerë ma të mirë. Unë e kisha thënë ndoshta kanë kohë ma shumë, se me marrë kuzhinën si profesion është shumë profesion i rëndë. Përgjegjësi edhe është përgjegjësi, patjetër.
që është, fëmijët e mi djemët, po, përgatisin, kanë qef, ndihmojnë kuzhinë, po nuk isha thënë që e kanë pasion. Cilat janë synimet tuaja pas këtij çmimi që ju keni marrë së fundmi? Si do të vazhdoj kuzhina a Lules? Keni diçka ndërmend që do të vazhdoni diçka më të madhe, më të gjëra, po do të vazhdoni si që keni qenë tani? Po mendoj të zgjeroj kanalin në platforma tjera tash, në TikTok, edhe të zhvilloj kurse përgatime tradicionale dhe të krijoj më shumë përbajtje profesionale me cilësi pak më të lartë. E dim që shumë gra dhe shumë kuzhinierë të njohur dhe që e kanë pasion kuzhinën dhe gatimin, nga ta kanë dalur edhe botime, libra me receta. Të ka shkuar ndonjëherë në ndërmend që të bësh një botim me recetat e tuaja? Po, një libër me receta është në plan. Do dëshiroja gjithashtu të krijoj një hapësirë ku njerëzit mund të mësojnë edhe përjetojnë gatime tradicionale shqiptare më afër, një vend të ngrohtë që ruan edhe nderon trashëgimin tonë. Ne të urojmë shumë suksese dhe të falenderoj që ishe në mënyrë virtuale për televizionin Teuta. Ne nuk ju lëm asnjëherë anësh, sepse siç ju thaç edhe në fillim të këtij emisioni, je disa herë, disa mëngjese në televizionin Teuta dhe për publikun e Ulqinit e më gjerë, recetat tuaja shikohen dhe pse jo edhe mësohen edhe përgatiten nga gratë ulqinake. Të falenderoj edhe njëherë dhe shpresoj që kur t'jesh në qytetin e bukur të Ulqinit, këtu si mbese Ulqinit, të jesh e ftuar edhe live këtu në emisionin ton të mëngjesit në studio. Për të folur gjithsesi për sukseset e radhës. Faleminderit shumë, me gjithë qef, në Ulqin patjetër, sa herë që jam në Kosovë, vi edhe në Ulqin, se kom edhe familjen me vizitu. Faleminderit për ftesë, edhe do të vi. Sa t'jem herën tjetër në Ulqin, do të lajmërohem. Faleminderit shumë edhe njëherë, mirupafshi.